Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të televizionit Arbëria, por I takohemi si çdo pasdite tjetër këtu në emisionin Detaje. E sot jemi zhvendos këtu në jashtë, në ambientet e jashtme nga studio. Pikërisht kjo jo pa shkas, pasi që kemi me fol për temën e komunikacionit. E pikërisht për me fol për këtë temë më gjënsisht, e kemi një ekspert të kësaj fushë I cili ka më na fol më në detaje për vështirësitë apo komunikacionin në përgjithësi. Unë sot të ftuar e kam Bekim Ahmetin, ekspert I komunikacionit. Përshëndetje zotri Ahmeti. Mirë që ndohet kohën për neve sot. Faleminderit. Edhe mirë se erdhët në detaje. Faleminderit për kthimin. Fillimisht po du me ditë, a e patët problem derisa erdhët këto? A patët najtë lovi në komunikacion nëse diçka tillë? Ose a ju nervozojnë zakonisht këto lloj komunikacionet e mbi ngarkume, le të themi? Po, ma herët takova një shok ndërtimtar dhe janë kova që për me më rrit deri në Prizren duhen dikon një orë 10 minuta, kur të kyqesh në autostradë, ndoshta edhe ma pak, kurse për me më rrit prej një pikës periferike deri në qendër qytetit, ndoshta lypet kohaq. Sot është ma qetë, sidomos mëngjesi, mas orës 8:30 ose 9 deri ka ora 12, pastaj në 12 krijohet një pikë I komunikacionit, fluksi maksimal. Pastaj orët e pikut janë mëngjesi edhe ora 15:30 deri në ora dikun 17, kemi një fluks enorm të madh, sidomos hyrje-dalje në qytet, ku do të thotë prej qendrës së qytetit njerëzit tentojnë me dalë në periferi ose pasi që t'i kryjnë punën që janë ministrit edhe komuna e Prishtinës, që është në qendër qytetit e që ishtë dashtë me qenë e kundërta dikon tjetër, atëherë tentojnë prej qendrës në dalë ka periferia. Në për vene tjera është e kundërta, prej periferisë vinë në qendër, mirë po këtu të na është kësisoj, pastaj që ose më kishë I pyet pse ndodh kjo, është mungesë e transportit publik jashtëzakonisht shumë, mungesa e transportit publik që është shumë e vogël. Nuk kemi transport mbi shina, mbi goma, mbi transport mbi shina, po edhe kjo mbi goma, mungon, do të thotë mungojnë autobus, sa duhet me qenë, po edhe nuk kemi tramvaj, pastaj mungon edhe unaza e qytetit. Edhe gjitha këto e bojnë një problematikë që nuk është thjesht muzikë. Që përmendit edhe jo, edhe mu shpesh më ka ndodhur që mbrana Prishtinës me bëjë dikon deri 1 orë për me shku ndoshta prej një vendin tjetër. Sa po mendon që është shqetësuese kjo edhe a ka ndonjë zgjidhje sipas juve që kjo problematik në kryeqytet sidomos është më evidente, mu te I kalu? Hapësirat për kolonat. Po, hapësirat publike në qëtë rast që janë rrugët dhe trotuaret, është vështirë mi kriju, sepse I kemë trashëgu prej viteve 1974, 80, pastaj 89 kështu me radhë. Pastaj mas 98-ës fillon një fluks I madh I ndërtimit në Prishtinë, I pa kontrollueshëm, domethënë I del prej dorës institucioneve, tash me vetdije tyne apo pa vetdije, nuk e di, mirë po kryesorja fillon një fluks I madh, edhe një migrim drejt kryeqytetit I pa parë ndonjëherë. Pastaj tash kemi mbret me këtë gjendje, një farë gjendje getë të komunikacionit, gjatë që nëse nuk kemi tramvaj, edhe nëse s'kemi autobus, linja të verdha të autobusëve, ku qytetari praktikisht nuk do të kishte nevojë ta merr automjetin e udhëtarëve, ku këtu nëse nalëm tash edhe I shohim automjetin e udhëtarëve, thuaj se çdo individ e ka një automjet, edhe se rezultati I kësaj na bëhet një ngulfatje shumë e madhe në komunikacion.
që ose marëm një analizi pak pavarësisht që me mujt me parapru problemin, për metër katror, banor, Prishtina, ka afërsisht si Tokyo. Me një hapësirë shumë ngusht, me banor shumë. Po. Ata kanë bërë zgjidhje të përdorë transportin publik. Gjatë që unë kisha mendu që jetë kjo logjik, edhe institucionet tona, që janë ministrit, komuna, dalin në periferi, dalin aty ku ka mundësi qasje e një transporti të jashtëm, si që është autostrada, apo krijimi i unazës qytetit. Mirë po, gjendja emergjente është të transporti publik. Sepse i kemi 150.000 automjete që na hynë qytet çdo ditë. Sidomos prej Gjilanit, Ferizajt, shumë numër i madh i automjeteve, Lipjanit, e Fushë Kosovë me Obiliq, sepse peja e ka një linjë të hekurudhore, edhe unë kisha mendu që një sistem i tramvajt mrapa Pallatit Rinis do të ishte zgjidhja ideale, ku do ta krijojmë një linjë hekurudhore mes për mes rrugës nacionale që të çon në Ferizaj, do të thotë aty kishim mujt ta krijojmë një linjë tramvaj ku me lidh Ferizajin, Lipjanin, Fushë Kosovën në Obilicin me sistem tramvajve prapa Pallatit Rinis, sepse qytetarët zakonisht deri 1,5 kilometër nuk marrin transport publik lëvizin këmbë. Te na është bën një model tjetër që gjithmonë ta kemi një qasje drejt për drejt me automobilin ku mundohemi që mrena oborrit apo lokalit ty me automobil gjë që është e pamundshme. Edhe së zlati krejt kësaj na vjen pasoja e blokadave të densit dhënë komunikacion, edhe pa durueshmërinë komunikacion, gjë që shprehet gjithandaj, pastaj krijohet shprehim. Edhe atëherë kur është e diell, njerëz pritojnë në prit sepse ka bosh shprehi që 5 ditë apo 6 të funksionoj kësaj që mos respektohen shajat e komunikacionit fare, edhe kemi kësi problematika. Po ndalemi akoma te kryeqyteti, po mbyllja këtyre rrugëve, apo mendon që është një arsye ose diçka, një shkak? Në ki fjallën për Po, janë mbyllë disa rrugë, po. Po, Gjosh Bushi që kemi prapa nesh. Po. Po, unë mendoj që krijimi i shesheve është edhe i mirë po krijimi i shesheve kur nuk krijojmë rrugë alternative është problematik. Ky shesh ish dasht të bllokohet apo të krijohet shesh rruga Gjosh Bush atëherë kur krijohet unaza e qytetit. Atëherë kur e kim blerjen në 30 autobusëve që po flitet që mbledh nuk janë ardhur, speditash shiko planet komuna e di më mirë, ose kur krijohet një transport mbi shina. Atëherë krijojmë sheshe sepse më lehto me kriju sheshe. Kur do mund krijojmë një sheshe, mbyllim një rrugë, kthejmë në kubza të mermerit apo të granitit edhe krejt kjo krijohet një shesh. Nuk është një farë filozofie. Problematika që ndron çka bëjmë na me komunikacionin. Cilat janë modalitetet që vendet e Evropës apo të botës ku do kuft e kanë pas një përvojë një praktikë të tillë edhe i kanë zgjidhur këto probleme. Kjo është inxhinieria. Inxhinieria është që bëj zgjidhje ku qytetari nuk e vren, po na jemi ata që bëjmë zgjidhje për qytetarin. Për ata është dhe komuna funksionon. Një keni bëj komunat gjithandej 90 e diçka % tyne flasin për infrastrukturë, pastaj 90 e diçka % tyne marrin njerëz që nuk janë infrastrukturë. Kjo është anomalia. Është një problem, po. Anomalia e sotshme që e përcjell çdo institucion, kështu e kam fjalën për nivel komunal. Për pjesën e semaforave në kryeqytet ka shumë ankesa që nuk janë të programuar ndoshta edhe mirë. Ju si ekspert i fushës si shihni këtë, a është një problem? A duhet mu riprogramu këta semafor në kryeqytet? Këta do të mund rrugë gjithë, do të më ardhë me detektor, detektimin në tokë, apo detektim kamerë, apo të dyja të bashkë. E së rezultati kësaj për cilët vala Gjelbert, të heken rreth rrotullimet, se ashtu është problematike. Rreth rrotullimet qytet duhet largohen gjithë, vetëm në periferi, vetë zona rurale. Imagjinone, çdo njeri thot, po çdo njeri ka lënë me fat rrethin. Rrethi nuk kalohet ndryshe. Nuk ka rregull që e respekton dikush ato. Edhe 90% tyne edhe nuk dinë me respektu. Se rezultati kësaj nëse semafori krijon siguri.
jep siguri në komunikacion. E siguria primare. Pse siguri? Sepse i ndon degtaj, ndon mirë. Pastaj ka semaforat që punojnë me kohë fikse. E çka është koha fikse? Koha fikse është, për shembull, i ka caktuar 3 modele, në çdo 3 punon, nuk merr informatat mëshme smart semafor që është me detektim. Këtë bota e përdor ashtu, nuk përcillet vala e gjelbërt. Vala e gjelbërt është për shembull, nëse e nisë me 40, mund të hap semaforat e rend me 40. Domthon kjo është që komuna e Prishtinës sot ditë veç ka intervenuar në këtë aspekt, mirë po progresi është për më bëni progres i mirë, është ende shumë larg kësaj. Do të thotë edhe një herë po flas. Në qytet duhet largohen rrotullimat. Rrotullimat zakonisht janë bërë prej njerëzve që nuk e kanë kuptuar komunikacionin, që nuk kanë inxhinier të komunikacionit. Kjo është shumë e sigurt, mas e sigurt kjo. Sidomos ata të fushës ndërtimtarisë e kanë menduar se duhet me kanë rreth, por kur të pyet pse ja erdhi kjo zgjidhje nuk e din. Do të thotë kësaj, pastaj semafori krijon siguri dhe rregullon komunikacionin. Në kryeqytet është bërë edhe një ndryshim kohëve të fundit. Është vendosur kutia e verë, kështu e quajtur, le të themi tek rruga mbrapa teatrit, siç njihet. Të eliminu një Po, a ka qenë e nevojshme sipas juve edhe nëse mundesh për publikun çka ndoshta dikush në komunikacion nuk e din akoma çka do të thotë kutia e verdh, nëse mundesh në sqarim për publikun. Po patjetër, kutia e verdh është një zonë ku na tregon neve që na nuk mund të qëndrojmë brenda udhkyçit. Na e kena mësuar edhe në autoshkollë që kur njëna deg në dalje bllokohet, edhe ti je lart, nuk i drejt me blloku udhkyçin për arsye se duhet komunikacionin ka të kodët me rrjedh. E njëjta gjë funksionon edhe me atë një boksin ose kutia e verdh që po quhet. Ato e përdor më shumë Anglia, Irlanda, nuk është që përdoret shumë. A ka qenë nevojshme në kryeqytet këto në Prishtinë? Sipas juve? Po shiqo, nështë edhe ka qenë nevojshme, dorën zemër. Në qofë se nalim e këshirëm në aspektin profesional për arsye që bjen në sy kjo. A e kupton? Mirë po, çdo kush e din që nuk ka të drejtë ta bllokojë udhkyçin. E së rezultati kësajna, problemi tani bjen mbi barrën barra bjen mbi policinë e Kosovës. Sepse policia duhet të ndërhyjë. Na sa do jemi dashamirës të komunikacionit, sa do flasim fjalë të mira, por derisa nuk veprojmë në terren, është dobta. Po thoni që mungojnë dënimet apo e keni fjalën nuk është edhe shumë që mungojnë dënimet, dëshkimet në komunikacion. Nuk është edhe shumë që mungojnë dënimet, saqë unë do ta kisha ndryshuar policinë e Kosovës, qysh shtrohet pyetja. Policia e Kosovës jep vrejtje shumë, më shumë se sot që gjobi. Do të më bëhet kundërta. Jo çdo lezi bie çdo populli. Tashti, po ti dëgjosh policinë thotë i kom shkruar sot 100 tiketa, po ti nuk ki norm, nuk jem të prodhu na këmisha edhe ças kem treg. Ja, gabim më kjo kështu. Jo, ti si për shembull janë 10 hajna, na i kena zon 5 ta 5 i lëm tira, po. A është logjika? A një analogjie për afër po. Nuk shkon kjo kështu. Jo, sot ta meritojnë duhet me gjobi. Nëse ke nalti personin, ti je serioz, edhe pastaj nëse ka kryej një vepër penale ose ti ki me gjobit ato për rastin në fjalë. Sepse ka raste që po krijohet një lloj precedenti ku ata pedin që policia e Kosovës fal. Edhe për herë e përsëritin veprën. Pastaj këta nuk janë adoleshent, nuk janë fëmijë. Këta janë moshës mallore, krejt, shumica janë moshës mallore. Gjose që mos respektimi në komunikacion kanë herë del edhe me fatalitet pastaj përfundon. Për arsye se kemi aksidente. Dalim pak më vonë aninaj. Sa po mendon që janë vedisu, domethënë vozëcit, krejt pjesëmarrësit e komunikacionit? Shumë pak, dopt, shumë është. Nuk është problemi që nuk i din, po nuk i përfillin, nuk e di. Ja që jemi një popull që si përfillëm rregullat. E ke vrejt ti, as në rena nuk presëm. Dëgjo, që është, po çata njerëz pastaj në komunikacion. Ai kur s'është në gjendje me pritë në ren për bukë, për ushqim, është problem kjo punë. Po, pa durim, po thani. Pa durueshmëri, po. Çka ka bërë Evropa në këtë rast? Ka shku dhe i ka shkollu shofer prej sistemit parashkollor deri taj para universitar, e ka fut një lloj lande të komunikacionit mrena
shkollave dhe si rezultat i kësajna ka fillu mi vedisu popullatën edhe mi shpjegu sa e rrezikshëm është komunikacioni. Imagjinoje, këtu ma poshtë goditet nana me fëmijë edhe dikush prej familjes jetë në karrocë lëvizje. Imagjinoje ti jemi nan një apityne. Dhe të ti s'mon shkon më me bo sport, ti nuk mundesh me shku në supermarket vetë, ti s'mundesh me punu vetë, do të është shumë e vështirë kjo. A na kanë bërë që neve, a ja kemi na bërë që në falë. Na ati personi i cili është përngut, ose ka shprehi nga gasje në shpejt. Imagjinojnë që të zonë që ose morëm një radar, shumica për ty në dalin 60-80 km/h, edhe ti që ditesh kur të nalësh të pyç, çka është ai, del mjek, del inxhinier, del jurist, del i thot vetë intelektual, edhe nuk respekton kur gjë në komunikacion. Gjë që mund ka ndodhur, i ngjizojsha në mëngjes, do të thotë pejonës së majt, kaloj që nonën e djathtë, edhe kaloj ke nona me fëmijë, edhe kur e shike që pe ngjizoj, ajo mund e ke më mja për parësi më smëron sy, nana me fëmijë, imagjinoje familjar, gjose në Evropë është shumë vështirë me po kësi rasti, mundesh me po të një adoleshent, pe një vjetë dhe në 3 që ka morë pa të shoferi, po janë njerëz të pjekut. Edhe është një qytetari më stëm shumë e dopt në komunikacion krejonës popullit tonë. Nuk e di pse kum shëtit shumë kone për botë dhe rajon, nuk është diçka ma keq veç në kohë të Shqipëria. A janë të vedisume edhe pjesa e këmsorve? Kemi po në rasti që kalojnë edhe pas zebra. Pjesën e këmsorve, qysh qëndrën me një Po njëjta, çdo person në këmsora, po. Unë jam këmsor shtash. E parkova automobilin edhe dola në kom. 75% automjetin janë parkuar veç 25 lëvizje. Ç'është është logjika? Po unë jam këmsor, unë kur se respektoj këtu kur jam me automobil me timon dorë, nuk respektoj as ki tjetrën. Kjo është funksionon ajo ashtu. Ose e kundërta, kur unë jam i mirë në komunikacion këmsor, do të jam edhe këtu. Edhe këtu, po. Kështu është logjika. Komunikacioni është shumë kompleks po. Këtu duhet mu instalu radar, mobil statik dhe kamerat, por me shpëtu për kaosit. Ndryshe është problem. Nuk do të rregullohet asnjëherë komunikacioni, ku më thonë tash edhe 10 vjet i lipi kamerat. Edhe radar. Asnjëherë s'ka mund ndreq komunikacioni. Thajshin njerëz kur u bë ligji i ri. Jo. Ligji sa don le të jeni i ri. E sa don le të jenë gjobat e mëdha, aty ku s'është shyni policit, nuk e respekton rregullat. Pastaj ju roll herë, shumica e policisë që veti thej rregullat e komunikacionit. Ai përdor telefonin, ai nuk e vënë rripin e sigurisë, ai te i kalon, ai shpejtësinë e lëvizjes, ai e fthen çdo herë. Pse ato e mbrojnë ligji, pse ato s'ka kush e xhobi? Unë e posh një rast një ditë që policia e xhabit ke policën tash o zot, filloi me pas shpresë ky vend. Sepse po sa po mendon që ndikon që kjo kur për shembull veturat e tjera kështu si ne, le të themi, shohim policinë duke thyer rregulla. A ndikon që kjo sipas juve? Shpresën komplet. A din ç'është kjo? Sikuna kur i thot fëmia babës, baba i thot djalit, kujdes ka po lëvizta, kujdes ti se unë vi mas teje. Funksionon, dëgjoj, shumica e policisë çka kemi dëgju në kalumen, e që nuk di zyrtare, po kemi dëgju, jem pranu me të njofshëm këtë vend. Nuk është bo një selektim si duhet, po. E tani si rezultat i kësajna, ajo ndërdia krijohet që unë kam dikonin, edhe ti imagjinoje, ka për shembull polic trafiku, sidomos e prorët e policisë, që asnjë xhob nuk e ka për 2000, sa është super mirë. Atëherë nëse ky shkon kësaj policia do të shkon super mirë. Mirë po, ai nuk lejon që të xhobitet ai vetë. Që në Gjermani ndodhe kundërta, polici thjesht e xhobit drejtorin e vetë, edhe shkrujnë gjitha mediat, ama kjo është shpëtari shumë e madhe ku unë e mendoj që gjenerata jeme jotja nuk do të amri. Asnjë herës. Dorë zoti mirë, po vështirë është kemë amri. Deri tash u fokusuam pak te kryeqytetet. Flasim pak për sfidat në komunikacion përgjithësi në krejt qytetet e Kosovës. Cilat janë vështirësitë ndoshta ose le të themi që po përballen ose sfidat më të mëdha të komunikacionit? Ne kemi gjithë qytetarët e Republikës Kosovës e kanë një emërues përbashkët
e ai është mos respektimi i rregullave të komunikacionit. Shkë është evu si përbashkë në çdo qytet. Ishëm Prizren së fundi, ku më ndu që Prizreni është një qytetari shumë ma keq se Prishtina. Me përjashtim Kamenica është nivel shumë të mirë, edhe qytetarisë edhe të komunikacionit, po, jenë maturt. E tash në varet për zona për qendra, mirë po problematika qendron që aty ku ka numër të madh të automjeteve, ka edhe një logjik televizor si shpeshohëm na mëra këto të poshtë, ku do të thotë atje naltë është 40 km/h ky nuk e respekton kufizimin e shpejtësisë. Problematika kryesore është te mos respektimi i kufizimit të shpejtësisë fillimisht, pastaj vin mosdhënia përparësisë, marrja përparësisë dhunshëm në forcë, sa ma i ri dhe sa ma i fuqishëm ti është edhe në komunikacion ma i fort, gjatë që ka provu edhe rreth, x raste na ka ndodhur që do të thotë kësisoje ka bo zgjidhjen e problemit, jo vetëm një qytetar, po ma shumë se kaq. Edhe kur ta pyet shti pse the rregullin e komunikacionit, ai e thej thotë unë çka po don ti. Apo kupton? Është logjik shumë primitive. Që nasën e kalojmë vetveten, kjo është vështirë. Shumë problematike. Për atë arsye na duhen kamerat, na duhen radar. Po infrastruktura rrugore, sa ndikon domethënë sigurinë e komunikacionit edhe apo mendon që i plotësojnë kushtet në këtë aspekt vendi jonë? Prishtina jo, duhet me pas rrugë ma të gjana, po nuk mujmë i kriju ma ato. Nuk ka shansë ma. Arsye? S'ka, që kjo sipërfaqja nuk rritet. Mundet mu rritë, mu zhvillu mendësia në komunikacion. Po toni që nuk janë ndërtu me kohë në njërën e ndura, se? Dëgjë, nuk është, Prishtina nuk ishtë dashtë mu ndërtu kur gjë qysh ka qenë para luftës. Qendra e qytetit e kam fjallë. Zhvillimi ishtë dashtë mu bom periferi. Qendra e qytetit nuk gëzën mu ndërtu. Në qofë se nuk kemi një infrastruktur të mirë për cilës e mrapa. Këtu bo kas, ndërtimi, gjë që ka pas arkitektat që kanë orë për Austrije me pas qysh mundet me ka një kaos i egrë mrena një kryeqytetin në Evropë. Edhe këto kam informata të mira që ka ndodhë kjo dhe ka ardhur ata. Tash mbetet që transporti publik të zhvillohet, e sa duhet zhvillohet, e qysh duhet zhvillohet, veç i thamë disa prej formave të zhvillimit. Sipas juve, sa është i rëndësishëm edukimi i hershëm, do të thotë në këtë aspekt, duke i përshiktu edhe sistemin arsimor? Shumë është i rëndësishëm, për arsye që në Evropë mrena 3 viteve kanë vdek 8.000 fëmijë, mrena që i kanë godit automjetet komsorin fëmijë në këtë rast, po mrena 11.000 kanë vdek mrena kabinave, gjë që kam një statistikë sakt për to. Edhe se rezultati kësaj na, në qoftë se na fillojmë i vedisu fëmijët pej nivelit parashkollor deri te ai para universitar. Po thoni që mundën më eliminu këto? Po fillojmë me bë progres, fakte. Fillojmë me bë progres sepse progresi nuk mrrihet për një vit. Tani mas nej 10, 15, 20 na e nisëm, pastaj gjeneratat e reja zhvillohen. Po, e zhvillojnë. Kështu funksionon jeta edhe shteti funksionon kësaj. Aty ku kemi më pak vetdije, mundohemi që na intelektual ta përmirësojmë gjendjen e tyre. Por ndryshe problem. Deri tash pak a shumë i përmene, po të kalojmë pak të aksidentet. Shkaktorët më të mëdhej, kena shumë raste të aksidenteve, edhe me fatalitet, edhe me të lëndum. Të ndonë lëndimet. Lëndimet ndonë permanente edhe të përkohshme. Lëndime permanente. Veç një shembull du m'ja jap. Personi i cili është në ndikim të alkoolit, personi i cili nuk ka patent shofer, edhe personi i cili nuk ka të regjistruar automjetin, nëse godet dikon, edhe ai jetë me një lëndim këmbë për shembull, me pasojë të përjetshme duhet ta paguajë një lloj pensioni të përjetshëm ky që ka shkaktuar domin atij. Gjashtë qytetarët këto nuk e dinë. Shumica e qytetarëve se dinë këto, ndodh kjo në Kosovë. Pastaj përfshi edhe unë deri tash nuk e pas kam. Jo, se normal se jeni të fushës, nuk është çudi, po na duhet me jap informata. Kompanitë e sigurimeve na shtatë qëllimisht dhojnë informata. Ose të paktën unë po paragjykoj. Inshallah është paragjykimi jam. Po shiqa se kur t'ja lejsh ti në dorë një institucioni
që ai me bo vlerësimin e dëmit, aty krijohet konflikt interesi. Për shembull, unë për klientat mi e bëj vlerësimin e dëmit vetë, konflikt interesi o kjo kështu. Nuk bën kësaj. Pastaj nuk paguhet kompenzimi i automobilit. Për shembull, kur automobili dëmtohet, nuk paguhet çaja pjesa e dëmtuar. Për shembull, nëse ka kushtuar një automobil 17.000 euro, kur është bë aksidenti, atina i bie vlera për 7.000 euro, që 7.000 ishin këta, ose 8.000, ose 5.000, ose 3.000, ose çto nuk e pagun kompania e sigurimit që në Evropë e pagun. Edhe në Evropë ti nuk mundesh mja vlerësu dëmin veti. Si unë me thonë, më pyet ti mua, a je i mëshëm, a unë me thonë jo, kjo s'ka logjik të individi kështu. Shoqëria s'funksionon kësaj. Aksidentet, se po kthehemi të pyetja tash, pse po ndodhin? Mos respektimi, kufizimi i shpejtësisë, rregullat e komunikacionit. Pastaj pardorëshmëria, pastaj shkaktarët e pardorëshmërisë që janë bencit në komunikacion. Po kryesisht është mos respektimi i rregullave të komunikacionit. Pastaj futet te temperamenti, menemallësia, që nuk janë faktor për më eliminu, po janë për më studiu. Shumë ka rëndësi kjo. Shumë ka rëndësi kjo. Që s'm pret ai. Ose kur të pyet pse nuk vjen me transport publik, ti thot unë tërpnohem na më hyj në autobus. Imagjinoj tash, Kjo është edhe më shqetësuese, po. E çiko shumë kësi. A dit? Edhe është problem. Nuk është e lehtë me zgjedh. E përmend pak policin. Apo mendon që sa do pak ish arrit me i ndal këto aksidente policia duke me qenë ma prezente nështë, a mendoni që nuk është shumë prezente në komunikacion? Po s'mundet me qenë shumë policia në këtë rast, policia duhet me bë punën e vetë, nuk kanë polici shumë serioze. Policia serioz, kur të ndalë, nuk pyet ty e kajtje, nuk pyet ty ku punon, s'dan kësi pyetje personale nuk bën policia normale, po ty gjobit për rastin shkeljen e rregullave. Nuk ndal policia ad hoc. Mundet me qenë një kontroll rutinë për diçka, po prapë koni prapa skeni, prapa vi. Kur ti e the rregulla e komunikacionit, dhe unë afron aty ti, duhet më ta jap një mos preventive. Për ndryshe është kjo si me myt njerin tjetër mi avon gjykat si do vrejtja atina që je kon burri keqin që të rastet ti përmir. A ka logjik që është? Jo, nuk ka. Do të thotë nuk ka logjik as kështu, sepse problemet nisen për gjona timta, pastaj vin të urrit. Shkojnë të smadhu po. Unë e vedu një mesazh për shoferët e ri në komunikacion për juve, edhe apo mendon që janë nivelin e duhur autoshkollat në Kosovë? Absolut jo. Shumica për tyne nuk kanë inxhinier të komunikacionit mrena, edhe shumica e instruktorëve vetë nuk i din rregullat në komunikacion. Unë nevoj bas që një pjesë e madhe e tyne nuk din me hyrë me dalë në rreth, do që i këm po me sy që s'one punë. Kjo është vërtet alarmante. Shumë alarmante, edhe pastaj nuk e di, pa qenë mrena inxhinieri i komunikacionit është problem me funksionuar të shkolla, se dikush do të mi spjegu atina. E këta nuk funksionon atë ajo me fakultet biologjisë të kimisë, të edukatës fizike mu bo të një instruktor, ose halo ma keq ekzaminer. E din sa e kërkuar është profesioni ekzaminer. Ku dihet më rapa që ka ndodhur më konë ekzaminer o privilegj. Ma mirë se me konë mjek është. Po mesazhin është vështirë me ja, po do të mundona me bo. Ju lutem që ta respektoni komunikacionin për arsye se komunikacioni vret ose gjymton ose lëndon shumë. Edhe nuk ja kemi bërës tjetrit me dëmtua si soj, për arsye se jeta është e gjatë, të imagjinoni po flas edhe në herë që ose e gjymtojmë dikon pjesë ekstremitete ose alo ma kes jetë karrocë lëvizje. Ju kisha lutë që ta respektojnë kufizimin e shpejtësisë, sepse nuk është kur gjë që ose vonomi 5 minuta ma shumë ose 10, të zgjohemi me kohë atje, në mëngjes, edhe të jemi me kohë punë, po ata cilët e kanë deri në 1 kilometër e gjys, mos e merrni transportin publik, tulltarë. Mundon në transportin publik ose në kamë, ecja në kamë është e shteshme. Unë ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit për juve. Faleminderit ishte kënaqësi, sa do pak po besoj kena arrit me përçu ato te publiku çka kena dashur. Faleminderit edhe për juve edhe një herë për mundësinë. Me folë për komunikacion për mu është kënaqësi, kështu që besoj që me kënaqësi e këmë. Faleminderit shumë, kalofshi mirë. Shikues të dashur të televizionit Arbëria, e kishim në intervistë Bekim Ahmetin, ekspert i fushës së komunikacionit, i cili na tregoi sa më shumë detaje për rreziqet, për vetit më të këqija të shoferëve në këtë rast,
e pam edhe një pjesë të komunikacionit nga afër. Kjo ishte gjithçka që kena përgatitur sot për ju, edhe deri në takimet e ardhshme, unë po ju them mirupafshim dhe mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.